Kam dëgjuar shumë njerëz tek diskutojnë se sa shkallë janë të shkallët e Dragodanit. Dikush thot aq, dikush tjetër thot pak më shumë e kështu me radhë. Megjithatë, sot ne do të numërojmë se sa shkallë janë në Dragodan. 1, 2, 3, 4, 5. Pesdhet e pesë, 56, 57, 58, 59, 60. Kanë qenë. Mu deshte me shku deri poshtë atje në rrugën e Zagrebit tash është, me qizme, me lloç, me i desh qizmen, me i fut në përkaquva, me i vesh kpucë e mira dhe me shku në punë. Ajo ka qenë për ditëshmëri 3 vjet, 3-4 vjet. Ka qenë e hekun, po ka qenë e lezetshme, më kujtohet për shembull me gruan, me fëmijët, mu desh kemi marrë këtë kram ose në krahase me qizme, me mshef kpucat qizmet, me dalë në qytet me kpuca. Ajo ka qenë nostalgji të cilën njeri sa harron sa të rrallë, unë i kam sot 60 vjet, po sa harrohet ai lezet, ha? Gëzu me një gitare të thjesht, po jo gëzu thjesht. Nostalgjia asaj atyre vetë ka qenë hatashme, e mirë, ka qenë e pakt, po ka qenë e lezetshme. Unë i mbaj mend fëmijët e mi, që për shembull këtë vend ku jemi tash po e vogël në televizion, unë lidhshi fëmijët me gitare të ndryshme, me lloj-lloj veglash muzikore, këndojshin deri vonë, si kum pas gale am rrit fëmiu deri 10, 11, e kum ditë se që këtu është. Në fakt, në këtë vend ku të rinjët e kishin shndruar edhe në kënd argëtimi, kishte filluar një epokë e re e ndërtimit të Prishtinës. Në këto shkallë kanë piktakimin Prishtina e vjetër me Prishtinën moderne. Këtë e kujton edhe Prishtinasja e vjetër zonja Kimete Konjusha Dida. Lagja ku ajo dikur kishte breshtat e familjes sot është betonuar, por jo edhe kujtimet e saj. Në flas me nostalgji për atë kohë, se ka qenë ka pas rregull.
s'ka pas ndërtime që si këpurdha që po ndërtojnë brenda natës. Këtu krejt kjo pjesë ka qenë vneshta. Për me ardhë në për vneshta kanë qenë disa rrugica të vogla edhe një bunar. Shtëpia këtu s'ka pas, kanë qenë dy, një e Hekurudhës këtu, edhe mbi spital, që kjo tash që është Ministria e Shëndetësisë ka qenë fillimisht spital. E aty mbi spital kanë qenë disa shtëpia. Varëm kujtohet një Robaqep se ka qenë aty e ka pas emrin Kimet. Si harroj emrin se ka pas emrin tim. Edhe aty krejt shtëpia qepshim në atë kohë. E tash nuk di ku është ajo shtëpi se ka shumë është ndërtu, është urbanizu krejt kjo pjesë. Shkallët e Dragodanit, për shumë këtë që njëherë ka kaluar këndej, kanë lënë gjurmë në kujtimet e tyre. Ndonse ato thjesht ishin shkallë prej betoni që shërbenin për lidhjen e lagjes Arbëria me qytetin e Prishtinës, megjithatë, jeta që zhvilloi në to ka bërë që qytetarët të ruajnë kujtimet e freskëta për këto shkallë. Edhe zotëri Syl Berisha, banori i Arbërisë, flet me nostalgji për të kaluarën, ndërsa ruan sekretet e gjeneratës së tij. Rishtin 33 ato, takime sane, edhe njerëzit lëveshë shkojshin të parka djetë. Sidoqoftë, Syl Berisha kujton vreshtat, pjeshkat e arrat të cilat kanë qenë në këtë pjesë para ndërtimit të shkallëve. Unë jam banor i Prishtinës 55 vite, qysh për 58-ës. Përpara ka qenë të vneshtë vetëm, që ta thirë lagja vneshtë. Ka pasën rësh, mjellë pjeshka, ashtu arra, shumicën edhe aty ka pasë. E tash 20 vjetëve që ka fillu më marru ndërtesat, atëherë më njëherë dhe shkallët kanë plan, edhe janë marruve. Sido që të jetë, këto shkallë dhe më tutje vazhdojnë të jenë mjaft të frekuentuara nga banorët e lagjes Arbëria, sidomos viteve të fundit, kur kjo lagje është betonizuar e tëra. Thjesht shkallët të cilat dikur ishin pikë takimi të rinjeve, sot këtë privilegj ja kanë lënë Facebookut, ndërsa vetë kryen vetëm shërbimin për të cilin janë ndërtuar.